A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë me dersin e Imam Ghazaliut, Iljamul Awam an ilmi al-kalam. Thënë me mbajt larg njerëzit që nuk janë hoxhallar, nuk janë të thelluar në dijen e Islamit, me mbajt larg nga temat e thella që kanë bënë me cilësitë e Allahut, me sefatet e Allahut, sidomos për fjalët që nuk kuptoheshin. Për këtë është shkruar ky kitab dhe ka një karakteristikë të mirë se i merr shembuj shumë praktik që çdo njeri, qoftë hoxh, qoftë zanatçi, qoftë profesor, çka do që të jetë, mund ta kuptoje, edhe në zanatin e vet, edhe në profesionin e vet, po edhe ne si hoxhallar. Dersi i kaluar kishte të bëje me atë se do fjalë në Kur'an ka që nuk është mirë me u përkthy. Dhe lash është origjinal arabisht, se kur përkthehesh në gjuhët tona, dilte nga konteksti, mundeshte të keq kuptohet. Ajo ishte detyra e parë, mos me prek në Kur'an. E dyta, e tasarrufu thani e te'wil, mos me bë te'wil. Te'wil vjen nga rënja evvele ju evvilu te'wilen, që do të thotë me ndru pak. Në istilahin ton, do me thënë, në terminologjin ton që na intereson, do të thot, atë të parën që të shkon ndërmend, a e lexove në Kur'an, tash kjo, në kuptim të parë, jep një kuptim të gabuar. Atëherë, jo ta përkthesh, po t'japish një kuptim tjetër që i takon Allahu xhelle xhelalu, që ngjan Allahut. Ja neve si e bëjmë për shembull, dhe ulemat, mas sahabëve, disa gjenerata, këto fjalë që ato që s'kan qenë arab, kur i kanë përkthy në gjuhët e veta, ka tinglu vërtet shumë keq për Allahun. Themi thuish goja, thuish dora, thuish këmba, hipi, zdripi, erdhi. Këto fjalë për Allahun se ne përdorim gjuhët tona, se simbolizojnë më njerë cilësitë të krijesave. Dhe një fëmijë i vogël apo një fillestar mund ta keq kuptojë Allahun xhelle xhelalu. E këto janë tema që nuk pranohen keq kuptimet. Ta dini xhamat, mund pranohet ndoshta te Allahu Teala. Arsyetimi hoxha se komdisi atësia farzin duhesh ka 4 rekat me fal, unë e fala 3. Edhe kjo tolerohet. Mirë po prapë është ma poshtë si krim, sesa nuk e disha se për Allahun nuk mund ta them këtë. Zbret, ku e di unë ashtu e lexova, ashtu e përktheva. Prandaj nuk u desht me i hyj këtyne tema. E tash kjo është hapi i dytë që Imam Ghazali thot as kët bile mos e bën, edhe pse vet ai e ka bë, edhe shumë ulema e kanë bë. Themi, kalon një shprehje, me përkthy bukfalisht, dhe kuptohet diçka që ka të bëjë me krijesat për Allahun, asaj ja kthesh kuptimin që mundet edhe në gjuhën arabe të jetë kjo, edhe arabishtja ta lejon këtë, edhe logjika e shëndosh, po edhe sheriati, do me thënë Allahu Teala dhe pejgamberi, me Kur'an dhe me hadith. Si për shembull ne kur themi Allahu, dhe kush e përkthen ul estakfirullah mbi arsh, neve themi sundoj arshin, urdhëron mbi arshin, nga arshi udhëheq botën. Pi aty edhe do marrë shembull Imam Ghazaliu. Apo themi për shembull yedullah, me përkthy bukfalisht der dora e Allahut. E tash dora është krijesë. Allahu Teala është lart madhëruar për aty në cilësive. Atëherë o do je bësh atë detyrën e parë, hiç nuk do i përkthejmë këto fjalë, dhe do i besojsh, ose thot as te vilin mos e bën, thot Imam Ghazaliu, po dhe kur do e bëjmë si e bëjshim? Fuqia e Allahut, ndihma e Allahut, nimeti e Allahut, shif, gishti nëse u kujtohet dersën e kaluar, atë besoj se ta harrojni mua apo. Gishti jo gisht. Mirë. E tash kjo është detyra e dytë për sonte, do jetë inshallah një ders i shkurt, se edhe ne mbetëm vonë, na falni. Do mundohemi shkurt pak me sqaru këtë. Te'wil çajo do të thotë. Vjen një shprehje, kuptimi i parë nuk i ka hije Allahu Teala, e përdorim kuptimin e dytë gramatikor në gjuhë, po edhe që e pranon Allahu dhe pejgamberi. Kjo thot mund të ndodhe në 3 forma. Te'wili, ose ta bëj një njeri që nuk është hoxh, një njeri rëndomt, një njeri i zakont me veten e tij, e hapi Kur'anin dhe lexon, themi erdhi shprehja yedullah. E din tash kanë gjunë derse nuk mund ta përkthesh dora e Allahut, atëherë vetë u jep një kuptim. Kjo është katastrofë. E dyta, një i ditur që t'ja sqarojë një të padituri, te vili mund ndodhet edhe kështu. Tash ti si hoxh ta parashtron dikush këtë pyetje,
si t'ja sqarojsh. Kjo lloj tevilit të dytë. Dhe e treta, vet ai dietari, ai alim, ai arif billah që e njeh Allahun Teala si duhet me sefatet, ai kur dhe lexoje dhe si do ta kuptoje. Çe këto janë tre shkallat, është tre shkallët e tevilit që mund të ndodhin. Shkalla e parë thot, tevilul ami ala sebilil istiqlal bi nafsihi. Ni avam, një njeri që s'ka studiu dijet e sheriatit. Këtu hyn edhe parës bënëm muhabet, se hyn edhe do hoxhallar. I pyesish ku keni studiu? Nuk e dim, nuk përgjigjet, ama kallzon ders. Tamam. Avam është ai. Dhe në mënyrë të pamvarur, hiç pa u referu në libra, pa u referu në ulema. Kjo është padyshim haram, thot Imam Ghazali, sepse i ngjan me u zhyt në një det shumë të thellë që mund ta mbysë njeriu. Kush të zhytet aty? Një njeri që nuk din të notojë. Nëse ti nuk dish të notosh, po hyne në mes të liçenit të strugës, i more ato pedallat në shkollën fillore kur vishim, ja hajshim shpirtin mësuesve, aman të hypim, te to varre, s'kemi ujë apo. Maksimum e kishim një rrek aty. Kur e shifshim liçenin ke qef. E tash hyne në mes të liçenit. S'dish të notojsh, kceve. Haram i madh, si më bë vetvërasi. S'dish të notojsh, pse kcesh? Atëherë edhe ti, këtu ndoshta hym edhe në hoxhallar të sotit. Nuk dim ne të thellohemi në këto dije, me këto ajete. Atëherë po hyne në komentime vet, është njëjtë si ai njeri që hyn në mes të detit të notoj, e nepse nuk din të notojë. Sigurisht që kjo punë është haram, thot, sepse aq më tepër, tani liçeni i strugës i Ohrit mund të jetë i thellë, ama deti, oqeani i njohjes së Allahut është akoma më i thellë. Bile ka edhe rrugë më të rrezikshme. Tu se dia ka dëni peshkaqen, ama para mendoj vetëm ndonjë det shumë të thellë mund dalë peshkaqeni të çkatroj. Të hysh në këto thellësi të kësaj dijes, pa dije të verifikuar nga ulema që të kanë dhënë ixhazet, sigurisht që në fund do përfundosh me dëni shkatrim. E thot Imam Ghazaliu, këtë dynja mbytesh e hupish vesh këtë dynja. Dë qaje nana një njaf, javën e dytë do të harroje. Vallaj do të harrojnë. Askush edhe nuk do ta mbaje gajlen. Çdo kush e ka gajlen e vete. 3-4 ditë dhe hapin shtëpin, dhe presin misafir, nala, apo çashtu e ka jeta, apo kur shkojmë në mpjekje. Morat vdesim, themi, më në fund, maksimum një asin, një hat me ta lexojnë, edhe të harrojnë njerëzit kur mbytesh në këtë dynja. Allahu Teala atë njeri që mbytet e quan me sevape si shahid. Pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë, hadith ka, i mbyturi në ujë konsiderohet si shahid. Edhe pse nuk është direkt në shkallën e parë shahid si ai që vdes në front të luftës, mirë po, pse është një vdekje pak më tragjike, Allahu Teala nga mëshira e konsideron si shahid këtë. E në unë e kam një të njohur një shok në fëmini, çashtu na u mbyt. Po çfarë duhet me pas kujdes kur hyn fëmijët në për detna, në për ujna, nëse. Mirë. E tash para mendoj aq më tepër, po hyni në këtë det, nuk dish të notojsh, shkruaj statusa në Facebook. Në kafe aty muzika e madhe flasish për cilësitë e Allahut. Sigurisht që do devijojsh, se aty ka në prezencë shejtani. Nuk je i thirrur për atë punë. Hysh ndo tema që ty të te kalojnë, atëherë shejtanit i raje në dorë, edhe do na vërtite si të dos ai në gishtë. Allahu na ruaj nga këto situatë. Të jemi musliman që e din nivelin xhamat. Ta dim në nivelin çka e kemi. Thot si të mbytesh këtu, e në këtë dynja dhe hupish, se dhe humbish imanin, dhe më e rëndësishme në botën tjetër dhe shkojsh pa iman. Allahu Teala do të pyesë, unë nuk isha ashtu, pse fole për mua ashtu? Unë a e shohish tash me ta thënë botën tjetër, nuk kam dorë. Pse ti thaje në hutbe, në xhuma para 50.000 vetave dhe incizove këtë në YouTube, thaje dora e Allahut. Ha? Me të thënë ashtu. Te i thosh ja Rabi, po ama ti në Kur'an ke thënë dora jote. Allahu Teala do të thoshte ty nuk të thash, i thash ulemave. U desh ti ngjesh ulemat. Ulema shekullin 21 nuk ka xhamat. Neve veç duhet ti imitojmë ato të vjetrit. E në çajo do jetë detyra jon më e rëndësishme. Imam Ghazalin vetëm ta ndjekim. Imam Ghazali çka ka thënë, çashtu të besojmë? E ne inshallah do shpëtojmë. Sot neve si ta shtim komentin ton, në vaktin ku dominojnë këto dreshnit, këto myshrikët, këto zullumqar, normalisht se do devijojnë. Kjo sa i përket tevilit të parë. E merr një njeri që nuk është i thirrur për atë punë dhe i hyn vet aty në komentimeve. E dyta, alimi, ai që e din,
dhe bisedon me një njeri të rëndomt, kjo është shkalla e dytë që mund ndodhe. Thot, kjo mund ndodhe mes një alimi bashkë me një ami avam. Edhe kjo është ndaluar rreptësisht, sepse shembulli i këtij, tash ky hoxha është shembulli i atij njeri që ditë të notoj, ka shku në për kurse në përsent, po e merr edhe këtë shokun e tij që s'di të notoj me veti, dhe shkon në mes të liçenit, në mes të detit. Dhe thot, ti, sado që të dish të notosh, këti ndjenjat së ndja kontrollesh. Di thush, ti mos këce, ai kur do të shofe ty se këcesh, e na i do futet. Prandaj ne si hoxhallar, kur i hapim këto tema shumë rahat me xhamatlit, sifatet e Allahut, ande kënde kur flasim, kjo na josh neve epshin, ta dim këtë xhamat. Se janë do tema që zakonisht duhet përmenden do terme jo shumë të njohura në mesin e muslimanëve, e në shumë kollaj mund shesim çallam me këtë temë. Shumë kollaj shitet çallam këtu. Mutashabih, ande kënde një 2-3 fjalë, e shif, unë e di do fjalë që ju nuk i dini. Mund shitet çallam shumë kollaj këtu. E tash është njëjtë sikur unë kam ushtru 20-30 vjetë si notohet, e marë këtë gjynafin aty. Po ai dë lakmohet, lëp të këce e dhaj, thot Imam Gazali, ma pas sa dush t'i thuj, ndalu, kapu për muë, në gjom, ai nuk dhe të njoje se mu e ka zan panika, se është hutu krejt. E në atë moment mos, ka i si qëpëtoje. Dhe në thujnë edhe mjekët edhe psikologët, a hy njeri aty, ma pi panike, e mbyt veten. Se me ndeti qetë, ndoshta, ajo fuqia e ujtit dhe nxere nalt, ama kjo e gëlltit ujtin nga panika mbytet. Qashtu është edhe shembulli i këtij njeri. Ne hoxhallarët e nxisim atë, ja hapim do tema, ai ma pa mendon se din, futet në ato tema, ma pa kur të ka thonë, hoxha po unë e kësha u i thash ati. A të thash belosh ti Instagram mos përdor, a të thash Facebookun përdore maksimum për Barcelonën, Real Madridin, ma tutje mos hyni beloshka. Nuk bën, vallaj nuk o vend TikToki për të fol, feja islame, sidomos më, ku mbeti për cilësitë e Allahu xhelle xhelalu. Ama këtu ndoshta edhe ne gabojmë ndonjëherë, se shumë shpesh i hapim këto temë. A nuk e dim se ai nuk ka bazë, ai nuk i ka ndërtuar ato bazat e forta. Ti drejt ja kallëzosh atë katin e 10, ai temel nuk ka gjunaf. Ai mendon se e ka kuptuar katin e 10, nuk e ka kuptuar. Një tërmet i vogël, bam te poshtë. Prandaj thotë edhe kjo është haram. Është haram. Nuk duhet hiç me u hap këto dyer. Imam Gazali te Ihya Ulumiddin, që është një vepër madhështore, thotë kështu, nuk duhet me u hap dyer të këtyne temave me njerëzit e rëndomt, se nuk ka kur një farë dobije, vetëm zarar do ketë. Ne hoxhallarët të duhet të dim këto tema, xhamatlive të vëmsojmë ibadetin, si dhe falim namaz, si dhe hikim nga harami, si dhe agjërojmë e kështu me radhë. Madje, dhe i motivojmë ato të jenë të sjellshëm me akhlak, thotë, të jenë me akhlak, do thotë të jenë të moralshëm në zanatet e tyre, mos e mashtroje, mos i vjedhe, mos i bëje trika. Nëse e ke thirë si usta, e ndë those të mërkurën në ora 10 dë vit, vjen në ora 10. Haj maksimum 11. Për kë e kom? Mos be. A prap, e në dersin e kalumë bashkë me atë. E hoxhallarët e vjetër që kështu na kanë bërë tërbije. Nëse e vëreni, xhamatlit e hoxhallarëve të vjetër kësi temat thella, çallam s'kan ditë shesin muhabete. Ama, reqatet e namazeve i kanë ditë mirë. Kur të vije vonë në xhami, ka ditë si ti kompletoj reqatet. Edhe ka ditë halalin si të ketë kujdes aty në tregti apo në zanatin e vetë që e ka bërë. Hoxhallarët e vjetër kanë qenë si Imam Gazaliu xhamat. Çatën e neve të jemi ashtu. Thotë nuk ka dëni dobi. Nuk ka dobi se mapa dami dë na kthehet prap neve. Ne tu i angazhu këto me tema që nuk u interesojnë, ato dilan edhe zanatet e veta. Vallaj sot që këto. Kishte një dyqan përballë medreses tonë nga xhamis aty. Baklavash ishte, i kishte baklavajet e mira, ambëltore. Ky tipi tash mendon se në Facebook edhe Instagram qirohen ato hesape, pas ka një faqe ai ku argumente. O ti bone baklavën beloçk. Bone atë ambëlsirën. Gazda, pronari, u detyru të nxere pi punë. Thot, a i në njifte neve, do mos neve pi Balkanit, në donte se ne kishte një prejardhje për këtu. E në kur në shifte neve o Arnaut, e bëjshim dë njerë muhabet. Thot, u detyrova të largoj pi punë, ama nuk ishte fëmijaj. E ishte 40-50 vjeçar punëtori. Thanë, smundjo kjo, smundje. Si dëkushi që smuet gjithë ditë ku edhi kumar të luje, Allahu në rujt, edhe kjo është, punë shejtani jo kjo.
nuk pret bepejte Allahu Teala ti rregullosh hesapet e akides në dyqan të ëmbëltores, ti marrish rrok, shërbesh aty o loç. Thot, nuk punon të mirë, nuk e bën të punën mirë, tu marr me komente aty. U detyrova thot ta nxjerri pi punë. Që këtë thot Imam Gazali. Thot dhe kemi dam, ma pa ato zanatin e vet, punën e vete, nuk dhe bëjnë si duhet, prap na kthehet dami neve në shoqëri. Njeri duhet thot t'i bëje vazifet e veta. Nuk e bën terbije gjalin e vet, shet ment në Facebook si duhet jenë hoxhallarët. Po lebe loç, unë nuk jam gjali jot. Asaj hoxha tjetër nuk ka gjali jot, ti rregulloj djalin tënd. Kemi kësi raste. E merren me Facebook me komente, a ja dish djalin? Në muhall aty, lagjen tjetër, ken gju, ka dalë lajme, gjali ati ka dalë lajme se është zonë me drog, i rregullon hoxhallarët ato e kanë gabim, i kanë që këto bidate. O loç, ka me robe me shpinë tënde. Që këto xhamati kemi neve vazife kryesore. Kot mapa muhabete qera që dhe i bëjmë. Ama shqyqyra Allahu që këto me gjlise, që këshu të në bëjnë terbije neve isha. Allahu këtu të në bëjnë neve terbije. Se cali të marë shembull të mirë për tjetrit, ai e ka bo mirë terbije gjallin, edhe unë dhe bëj këtë gjallin, fëmin tem si gjalli këti. Momentin kur, e din zaten që ashtu është njeri, atë komplekse vuna, po, e din se atë elementare nuk e ka bo mirë, shtiret me atë 2-soren, 3-soren, si kur e ban shumë mirë. Kjo një psikologji e vështirë, punë shejtani jonë këto gjëma. Neve duhet jemi sinqert, tamam. Një njeri që shet çalan për gjëra që nuk i ka elementare, të adini se ato elementare ti ka problem. Për e më ka ndodh, ma pa më thotë hoxha pika e dishe, o losh, unë nuk jam shpion, unë si janë djek telefonatat ati, apo nuk janë djek a i ka shkon, ka del. As gjalin e filanit, as gjalin e fistekut. Ama me që këtë logik me ndojt, ama. Kur nuk bëhet, hajde hoxha. Hajde hoxha. Kur nuk bëhet ajo elementarja, e në shtiremi të gjëra qera, të adini se e para ka problem. E në këto rrethana mund të adim se kush sa e ka kapacitetin, tu njerë për vetes tonë, kur e shojë se kjo shtiret, komente, Facebook, cilësit e Allahu t'i flet në Instagram, të adish se jetën e vete personale, private, drejt pikpytje a e falë sabahin, këshu, garant, pikpytje a e falë sabahin. Kontrolloje rrogën si e merë, sigurisht bëndë një trik, që munduhet me këto tema të kamufloje. Kjo është një përvoj e përgjithshme që e përjetojmë këtë vakët të fitneve. Se cali duhet meret me punë të veta. Ashtu është njeri xhamat. Kur ka dikund adrenalin apo rrezik, ai nefsi brenda të shtyn, hajde provoj. Kjo është edhe në çdo gjynaf është ashtu. E dish se babat kanë ditë strikt, mos e shijosh asnjëherë, mos prekish asnjëherë ndonjë haram, non stop rinë shejtani, hajde me provoj. Edhe t'jep një adrenalin. E ne dush ta shijojsh atë. Hajde ta provoj ta shohim si do ndihem kështu. Allahu na i ruaj fëmijët tonë. E në kjo temë ngjan çasaj. Hoxhallarët tunë mos i hymbe këtyne temave, ai thotë, "Ani prit ta provoj ta shohim." Hoxhat ka thënë, "Kët mos e ngjobe që i çet derset në YouTube ose ku e diku, ose mos shkoben me mezhlisin e atij, taj për kurreshtje shkojsh ta ngjysh ta shoh si do ndihem." E në mapa shife për besimin, për akiden thysh, po prej besoj pak edhe kështu ta provoj, po nuk ka kështu oloç. Kjo devimi i madh. Hajt tash një fazë dë falem kështu, e ma pa dë falem kështu, nuk ka kështu në fenë islame. Allahu Teala në Kur'an thot, e farajte men ittakhadha ilahehu hawa. A e pa atë person që, a nuk e shef atë person që din, fe, ilah, zot e merr epshin e tij, nefsin e tij. Që adrenalinat shtyu, hajt ta provoj pak në çështje fetare, nuk i ngjan as drogës kjo, as rakis nuk i ngjan kjo. Çështjet fetare nuk ka prova. Hoxha nëse të ka thënë riç aty, ribeç aty. E ne shifni edhe në rrethin ton, edhe në rrethet ma gjëra, ka Shami, ka Turqia, ka botat arabe, xhamatlit që u kanë det hoxhallarëve usos punore, taj si thush hoxha, ato e ruajnë hala dhe stil jetese islame, e në familje, e në farefis, e në muhall, e në medrese, e në xhami. Ato që më vare dun të jenë të mpanvarur, ne vetë dhe apim komentin ton, nuk lidhem të asë një hoqë, unë e vetë, gruja nuk e ngjon, gjali nuk e ngjon, vajza nuk e ngjon. A ky që ka thonë, unë e zgjedh një hoqë, edhe dem baba dem, 7 breza, 8 breza, shkojmë me qasi hoxhallar neve, shojsh gruja me havale, vajza me mbules, gjali me halal, i vjen në xhami, ky qetër që thotë, unë e vetë,
Në shtëpitë vetë nuk ka islam. Dhe kjo mund vjen për keqardhje, se çdo shtëpi e jone është ashtu. Ka mbet në islam, unë si e kuptoj. Do shkoj në xhuma 1 minutë para ezanit, po nuk u desh ashtu të shkoj. A unë 20 vjet shkova 1 minutë para ezanit. Derisa mu hapën sytë, po nëse nuk ngjesh ders. Mexhlis, asnjëherë nuk bëhesh te fjalë mexhlis, çka ajo mexhlis. Ama kur e mapa i hapish sytë, kur të udhëzon Allahu e kuptoj që se pa gjuhë xhallar nuk shkoj. Mendojshim se jemi musliman, a me hy pak më thellë, më thoma më ndoshta parën e dojshim më shumë se Allah. Ndoshta atë vajzën e vlerësojshë më shumë se Allahu Teala xhelle xhelal. Ja. Tash ja kushtosh këtë jetën islamit. Pse? Çka ndodhi? Pa çaj ndodhi. U përqendrove, unë e zgjodha që këtë hoç për mua, ai ma ka vizatuar që këtë rrugë, edhe dhe ndjeki këtë. Që hoqe kemi Imam Gazali, unë që këtë ders, nëse themi, majre ka Imam Gazali, ama nuk do të thotë se duhet të ngjoj së më ke pejgamber. As pejgamberin nuk e ngjon ai njeri. Kjo garant. Mirë. E tash thot Imam Gazaliu, qoftë edhe hoq me qenë, nëse nuk është i zhytur thellë në këto dije, do me thamë për këtu automatikisht, unë e dalë për veti flasë. Nëse nuk është i zhytur në këto dijet, e sifateve të Allahut, pak edhe ka me botën shpirtnore, ta pastrojsh zemrën për epsheve, për cytjeve, e të të reflektojë Allahu Teala me nurin e tij në zemrën e muslimanit, zemrën e hoxhës. Qofsh edhe hoxh, thot, nëse nuk i ka arri këto derexhe, edhe ai konsiderohet si avam, edhe ai konsiderohet në shtresën e njerëzve të rëndomt. Këtu hyn edhe ai që i njeh mirë poezit, hyn edhe ai që i njeh mirë gramatikën arabe. Këtu hyn edhe muhaddithi që e përcollën gjë. Këtu hyn edhe myfesiri që din ta komentojë Kur'anin. Këtu hyn edhe fiqihu që din të t'japë fetva sipas mezhebit. Këtu hyn edhe mytekelimi, ai që e mëson ilmi kelamin. Bile thot, çdo dietar i zanatit të vet hyn këtu përderisa nuk i zhvesh këtë dynjas, nuk ja ka kthy shpinën në dynjas dhe nuk i është përkushtu me sinqeritet të plot, vetëm për riza të Allahut, nuk i është kushtu riza së Allahut xhelle xhelalu. Bile thot, për këta njerëz, nuk mund t'i dish këto dije nëse nuk është rizaja Allahut më i vlefshëm për ty edhe se vetë xheneti, Firdeus apo se mirësitë e xhennetit. Vetëm atyre Allahu Teala kur va shef zemrën, këto në zemër s'kan kur gjo tjetër përveç Allahut, vetëm aty në valishon këto dije rrasikhune fil ilm, apo çato që janë të rrënjosur, i kanë të lëshuar rrënjët e dijes në zemrat e vet. Neve mund të arrim atë asnjëherë, ama çat që e thash parës, ta zgjedhim dëni alim në historinë islame që ka qenë pi atyne dhe të hesim në hapat dhe në sugjerimet aty në ulemave. Vetëm që ashtu mund të shpëtojmë dinin edhe imanin. Si thot hadithi i pejgamberit alayhis salatu wasallam, kun alimen, bënu ose hoq, e mutaallimen, ose nxënës, e samian, ose dëgjues, ngjoj barem këto, wala yakun rabian fatehlik. Mos u bëni katër ti se do shkatrohesh. Pejgamberi e ka thënë këtë. As besimi nuk e tha, as hoxha Sevdin nuk e tha. Thënë kjo një realitet. Dhe bëhemi jaki, e tash Imam Gazali thot me u bë edhe pi të parve, edhe ato në vetin ndahen. Bë duhet t'jeshi kompleti përjashtuar nga kjo dynja. Komplet duhet t'jeshi zhveshur për këtë qefeve të kësaj dynjas. Më të t'interesoja as pak rroga. A ka si hoxha larbe sot? S'ka, kush jam unë? S'ka, po shumë mirë ta, s'ka. Mos të t'interesoja as gjali as e vlati, subhanallah. Që para dersit, shkoj këtë disponimi. Arzu, buza, ja fryt që kaç. Përzihet diçka në disponim. Prishet disponimi. Qa që jemi në uxhema? Ulemat e vjetër, kur i lexojsh, ka lambe çfarë fëmije, farë vajze, farë gruaje. Shkon bas hoxhës. Nuk shkojnë bas pejgamberit, mas hoxhës shkoj. Çashtu e shpëtun ato dinin edhe imanin. Prandaj ato tash janë në xhenetin më të larta, neve pikpyetja do vdesim musliman. Ja Rabi Khatri, që i dum këto ulema, në ruaj ja Rabin që këtë binjen, që këtë rrugë. Enë të i dum fëmijët shumë, enë të i dum njerëzit e shtëpis shumë, enë të dum qatë pare shumë, më prap ja Rabin, na quaj pi aty në të vjetrive. Ama si dhe bëhet, edhe une nuk e di.
Shif, thot, xhenetin bile nuk e don se e don rizan e Allahut. Do ulema ashtu kanë thënë, evliat vërtet, ulemat vërtet janë ato që sabahin me xhamat ta falin në xhami e vlerësojnë më shumë se xheneti. Do me thënë, me ardhën i melaqe, ose meleku i vdekjes, fardi muhali thunë saj, ta paramendojmë diçka të pamundshme. O efendi, a do dëshë dalish sabahin me xhamat ta falish në xhami, apo dëshë tash të ta marr jetën dhe të jesh në xhenet? Atë do thushin, do ta fali sabahin. Kjo sunneti i pejgamberit. Kështu na ka mësuar pejgamberi. Aty është rizaja e Allahut. Çfarë bindje e kjo? Ne ja Arabi e duam edhe xhennetin. E ne të mirat e xhennetit i duam. Parem xhennet apo? Xhennet jemi. Se dhe aty është vërtet rizaja e Allahut. Se përndryshe thot, mes qenë për këtyne ulemave, kur gjon nga këto sekretet e këtyne ajeteve, asë ndë kuptoje, aq më tepër edhe së ndo ti sqaroje. Se këto janë ulemat që Allahu Teala i ka përmend në Kur'an, elledhine sabaqat lahum minna el husna. Këta janë të tillët që në caktimin ton, në ilmin ezelit të tonin, ilmin, dijen pa fillim që e ka Allahu. Kjo është një cilësi e Allahut. Pikure ka ditë Allahu s'ka, vakët për Allahu s'ka. Allahu e ka ditë se do robër të ti, i ka caktu se do jenë njerëz për në xhennet dhe do jenë më të mirit, el husna, dhe e meritojnë më të mirën. Disa müfesir thonë, bëhet fjalë për xhennetin, disa müfesir thonë edhe më tej se xhenneti, vetëm rizane Allahut do ta duan. Thonë Allahu e ka caktu me dijen e tij të pafillim se këta njerëz do i përkushtohen vetëm rizan time ta fitojnë. Edhe asgjë tjetër nuk do të interesojë. Pastaj thot, e tre etapa kishte. Vet me veti ta bëjë një njeri që s'është hoxh, hoxha me një xhamatli, dhe e treta tash thot, hoxha me vitin e vet. Ai që i di këto kuptime, ama cili hoxh, jo të sotshmit, po ato që kanë qenë që kështu. Sabahin që e vlerësojnë më shumë se xheneti Firdeus. Në veten e tij dhe në zemrën e tij, bashkë me Allahun Teala xhelle xhelalu. Edhe kjo ka në veti tre shkallë, thot. Te e para thot, dhe e di 100%, e kupton se Allahu ja ka hap zemrën, ja ka mësuar se që kështu duhet me e kuptu këtë dhe nuk ka dyshim. Kësaj lirisht mund t'i besoje. Një tjetër ka që duhet të dyshoje pak, fundi nuk ka pejgamber, ta shofim a është nga Allahu direkt, apo ka edhe dhe një keq kuptim këtu, dhe treta thot është dhan një galib, do me thënë me një mendim më dominues, 70%, 80% beson se që kështu duhet të jetë. Pi asaj dyshimi duhet me ndet larg, thot, ndërsa që këtë se ne kuptojmë mirë, thot Imam Gazali, të vasqaroj, 70-80% besoj se kështu duhet me konë. Si mund të flasim kështu për Allahun? Janë 100%, ja 0, apo? Thon për Allahun, së në themi se ka trup, së në themi se është mbas një vakti i krijuar, tamam, 100% këtë i besojmë kësa. E 0% ti themi këto, 0%. Po tash si kjo 60%, 70%, po do gjikallëzuj statistika, apo? Edhe kjo thot bëhet në dy forma. E para, ajo ma'na, ai kuptim që i vjen në zemër, dhe shofe, a është xhaiz për Allahun apo nuk është xhaiz. Thënë, a mund vleje për Allahun apo jo. Këtë dhe shofe. Mund vleje. Për shembull, thesh Allahu është i mëshirshëm. E ne lexosh dorë e Allahut, aty i erdh një kuptim, ama jo mua edhe dikujt tjetër. Aty evlia së vërtet i erdh një kuptim si ta komentoje këtë. E tash e shef, kjo që më erdh, a vlen për Allahun? Vlen. Themi se thot rahmet, mëshira e Allahut. A vlen? Allahu ka mëshirë, tamam. Atëherë e japim këtë kuptim. E dyta thot, e din 100% se vlen kjo për Allahun, mirë po, çajo që thoma jo 30%, ku do dyshoje? Dyshon se a mund 100% themi se që këtë e ka pas për qëllim Allahu. Që këtë xhamat po e kuptum këtë dersi. Tash, neve kur i ballafaqohemi me këto ajete, që i themi myteshabih, ulemat e selefit, po edhe të halefit ma tepër, kur i kanë komentu, kur i kanë bërë tevil, i thunë saj, nuk kanë thënë 100% që kështu duhet me adhan kuptimin. Këtu në azan neve ngusht duhet me mësu akiden tonë. Ebu Hanifja ka thënë, do me thënë, istiwas mos i thuj sundim, ose që dore Allahut mos i thuj fuqia Allahut. Tamam, Ebu Hanifja kështu ka thënë, do me thënë mos i thuj 100%, thuj 70%, mund kjetë edhe
dhe një komentim tjetër se flasish për Allahun xhelle xhelal. Që këtë po e kuptum, nuk di thush Imam Maturidiut bidatçi, nuk di thush Imam Eshariut bidatçi. Inshallah këtë e kuptojmë. Shembulli i kësaj, si thamë në fillim të dersit, sjell shembull shumë praktik për ta kuptuar dhe me këtë inshallah do ta mbarojmë dersin. Për shembull, fjala fauq, nalt, me përkthy bukfalisht. Neve tash na vjen një kuptim. I themi uluv ma'nevi, një lartësi vetëm në vlera, sa një me pozitë fizike. Po e kur thush, babo, më nalt se gjali, ama jeton një katë ma poshtë se unë. Katin e parë jeton babem, unë jeton katin e dytë. Ama kush më i nalt? Pra pësh baba. Sa në vlera. Tamam. Mirë po themi, njëtë si thujnë arabët, e sultan fauqa al-wazir. Sultani, unë e bona me babën. Me babën nuk kuptu më mirë. Baba është mbi djalin, qoftë edhe në katin e parë me jetu, djalin në katin e dytë me jetu. Me gjëra fizike, nuk e kemi për qëllim. Thot, neve, në këtë kuptim po e përdorën fjalën nalt, s'kemi dyshim se është diçka xhaiz ta përdorim për Allahun. A mund e përdorim këtë? Allahu është më i lartë se neve. Sigurisht që po. Neve do vdesim, Allahu Teala s'ka fund. Neve kur gjosën bëjmë, Allahu Teala është krijues. Tash me vlera Allahu është mbi neve. Tamam. E vërtet ku do jetë dyshimi? Po dyshimi do jetë ku e dish Allahu Teala ka dashur se diçka tjetër prap që i ka hija Allahu Teala me këtë fjalën fauq. E njëjta vlen edhe për arshin, e njëjta vlen edhe për këtë ajete tjera që kur i lexojmë, lexim të parë na kujtohet diçka e krijesave, neve i hikim asaj, i japim një kuptim që është xhaiz për Allahun, mirë po tek ju nuk themi 100% kështu. Sa herë që ta lexosh yedullah, dora e Allahut, po thaje, fuqia e Allahut, edhe ajo bëhet gabim oloç. Për çat te dersi i para prak. Hiç nuk përkthem. Yedullah, nuzul, fauq. Po hoxha duhet t'ja përkthej. Atëherë t'ja përkthej kështu. Allahu alem, duhet t'jetë diçka e lejushme për Allahun, mund ta mendosh kështu. Lart madhrim apo i lart me vlera. Ama mund të jetë edhe një kuptim tjetër, mirë po edhe ajo mos bien ndesh me cilësitë e Allahut xhelle xhelaluhu. Mirë xhamat, me këtë dhe mbarojmë inshallah. Dersin tjetër do vazhdojmë prapë me disa vazife që i takon një hoxhës që duhet t'i bëjë që këto te uile. Allahu ju shpërbleft. Na falni sot ndoshta u vonum pak, na bëni halal, po inshallah muin tjetër do kemi kujdes do vim më herët. Wa akhiru da'wana enil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.